Qyteti Bregdetari i Marës ka përmbyllur me sukses një program 3 ditor festiv për çeljen zyrtare të sezonit veror, duke kulmuar me një koncert të këngëtarit të njohur grek Konstantinos Argyiros. Me performancën e tij plot energji, Argyiros krijoi një atmosferë të zjarrt dhe tërhoqi një publik të gjerë, mes vendasve dhe turistëve. Një tjetër moment i veçantë gjatë koncertit festiv ishte spektakli i dronëve. Qindra dronë shumë ngjyrës ndriçuan qiellin i Marës, duke ofruar një shfaqje mbresëlënëse që shoqëroi koncertin përmbyllës. Gjatë ditës, qyteti mirëpriti një sër aktivitete shargëtuese për të gjitha moshat, duke e kthyer fundjavën në një festë të vërtet verore. Njërisi e këtij viti ishte përgatitja live e një peshku ton gjigant për 120 kg i kapur në ujërat shqiptar pranë Sarandës. Ky aktivitet kulinar i drejtuar nga shefi i kuzhinës Vionis Alushaj tërhoqi shumë vëmendje, sidomos pasi një pjesë e mirë e ushqimit u shpërnda falas për vizitorët, duke krijuar një atmosferë festive dhe mikpritëse. Kjo është herë të parë që bëhet diçka e tillë në sheshin e Marës, sidomos në ditën e festivalit. Mbi 120 kg dhe arrin në gjatësi diku tek 160 gjatësia e tij. Besoj që gjithë e njohin si peshk dhe për vetit e tij që kanë omega 3, që është shumë i pasur. Ne sot do bëjmë filetimin e tij. Do të demonstrojmë këtu live mes së shesh mes njerëzve dhe më pas do të bëjmë disa pjata. Gjatë 3 ditëve të festimeve, Imara ishte mbushur me turistë nga vende të ndryshme të botës. Autoritetet vendore presin që këtë vit të ketë një rritje prej 15 deri në 20% të numrit të vizitorëve, krahasuar kjo me vitin e kaluar, si dhe një zgjatje të sezonit turistik, duke pozicionuar Imarën gjithnjë më shumë si një destinacion të rëndësishëm veror në Shqipëri.